Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thot Imam Ahmedi, Allah më shiroft, në librin e tij Bazat e Sunetit, thot ndarja e plaçkës së fituar në luftë dhe ekzekutimi i masave ndëshkimore do të vazhdojnë në ndrejtimin e prisit. Nuk e lejohet askujt që t'i sulmoj apo të kundërvihet atyre. Prisi ka të drejtë dhe ka të lejuar ta mbledhë zekatin, ai që ja dorëzon prisit të devotshëm apo gjunahqar zekatin e ka përmbushur detyrimin e tij. Namazi i xumas pas prisit apo pas mëkemësit të tij, pra atij që ka emëruar apo e ka autorizuar prisi, është i lejuar dhe është i plot 2 rekate. Kush e përsërit atë, ai është bidaçi dhe i ka braktisur e theret, e ka kundërshtuar sunetin dhe ai nuk përfiton asgjë nga vlera dhe mirësitë e ditës së xumë. Nëse nuk e konsideron të sakt namazin pas prisëve, sidoqofshin ata të devotshëm apo gjunahqar, suneti është që të falesh me ta 2 rekate dhe të besosh se ato janë të plota, mos të kesh dyshim në zemrën tënde për këtë gjë. Pra për çështjen e faljes namazit xumas, pra duhet besosh se 2 rekate janë të plota. Pra nuk është e mangët, nuk duhet plotësuar 4, siç mendojnë ata që duhet me plotësuar. Ai nuk plotësohet, por se aq është e plot 2 rekate, sikurse namazi sabahut që është 2 rekate është i plot, s'është i mangët. Thot Sheikh Rabia, Allahu ruajt, duke shpjeguar këtë fjalë të Imam Ahmedit, Allahu mëshiroft, thot: Imam Ahmedi tha, ndarja e plaçkës së fituar në luftë dhe ekzekutimi i masave ndëshkimore do të vazhdojë në drejtimin e prisit. Nuk i lejohet askujt që t'i sulmoj apo të kundërvihet atyre. Imam Ahmedi beson se ndarja e plaçkës së luftës u takon prisve, gjithashtu dhe ekzekutimi i masave ndëshkimore për imoralitetin, për vrasjen, për vjedhjen, për konsumimin e alkoolit e të ngjashme me to. Është e drejtë dhe veçori e prisit. Nuk është e drejtë e individëve apo grupacioneve, por se personi kompetent për këtë është prisi. Sepse kjo është e drejtë e tij, nëse këto gjëra i marrin përsipër individët apo grupacionet, atëherë kjo do shkaktonte gjakderdhje dhe fitne pa fillim e pa mbarim. Pra do të ishin gjëra, do të bëhesh rrëmujë e madhe, nuk do ta merrte vesh i parit, dytin, edhe do bëhesh fitnë e madhe, gjakderdhje, vrasje kështu me radhë. Ama nëse këto gjëra i merr përsipër prisi, edhe nëse ai është gjunaqar, atëherë njerëzit qetësohen dhe umeti nuk i ekspozohet rrëmujave dhe fitneve. Pra kur e zbaton prisi një masë ndëshkimore, ekzekuton prisi, atëherë tjetri nuk i mbetet asgjë vetë ta pranojë atë. Ndërsa nëse ekzekuton dikush për individëve, masë ndëshkimore apo ndonjë grupacion, atëherë njeriu nuk mund të pajtohet me të, nuk e pranon. Thot kush je ti, domethënë që po ja bën këtë të afërmit tim apo kështu ashtu. Nuk pajtohet, por se nis pastaj rrëmuja, luftrat e konfliktet e kështu me radhë. Nëse e bën prisi, ekzekuton ai masën ndëshkimore, nuk ka më vend për rrëmuja e për kundërshtime kështu. Imam Ahmedi, Allah mëshiroft, tha, nuk i lejohet askujt që t'i sulmoj apo të kundërvihet atyre, prisëve domethënë. Domethënë, as për ekzekutimin e dënimeve e as për ndarjen e plaçkës së luftës, sikurse bëri Dhul Khuwaisira që ju kundërvu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Që i tha ndaj drejt, domethënë plaçkën e luftës, sepse ti ta nuk u tregove i drejt. Kështu i tha Dhul Khuwaisira pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmedi, Allah mëshiroft, tha, prisi ka të drejtë dhe ka të lejuar të mbledh zekatin, sepse prisit musliman i lejohet që ta ndaj zekatin mes atyre që ai mendon se e meritojnë atë. Pra ndan zekatin u jep atyre personave për cilët ai mendon se ata e meritojnë zekatin, domethënë sheriatikisht. Mendon se ata e meritojnë zekatin sheriatikisht, që ta marrin atë. Ai e ka këtë të drejtë, pra ja njeh sheriati, domethënë këtë të drejtë prisit. Imam Ahmedi, Allah mëshiroft, vazhdon dhe thot: prisi ka të drejtë dhe ka të lejuar ta mbledh zekatin. Ai që ja dorëzon prisit të devotshëm apo gjunahqar zekatin, e ka përmbushur detyrimin e vet.
e ka përmbushur detyrimin që ka për dhënien e zakatit. Pra kjo mjafton për të. Thot Sheikh Rabia, në medhebin e Imam Ahmedit, Allahu mëshiroft, dhe në medhebin e Imam Shafiut bën dallim mes zakatit të dukshëm dhe zakatit të fshehtë. Dhe thonë se zakati i dukshëm i takon prisit, ndërsa zakati i fshehtë si floriri, argjendi dhe çdo pasuri që njeriu synon të bëjë tregti me të, thotë këto i takojnë atij që ka arritur kuotën e zakatit. Që ti nxjerrë ato. Nuk ka dallim qoftë flori apo argjend, apo mall për tregti, mall që ai domethënë e mban ose bën tregti me të. Ati lejohet ta nxjerr vetë zakatin e tyre, pra njeriu, atij që i ka këto gjëra domethënë, i lejohet që ta nxjerr vetë zakatin e tyre. Madje disa dietar preferojnë që ai ta nxjerr vetë zakatin e tyre në mënyrë që të sigurohet se zakati mbërriti tek ata që e meritojnë atë. E kuptoni, është e qartë apo ka ndonjë paqartësi? Nëse ka dikush paqartësi, lirisht mund të pyes. Megjithatë, nëse ai ja jep këtë zakat prisit, atëherë kjo lejohet, pra është e lejuar që t'japi prisit dhe është e mjaftueshme për dhënien e zakatit. Për dhënësin e zakatit. Pra konsiderohet se ai e ka përmbushur detyrimin e vet për sa i përket nxjerrjes së zakatit. Ndërsa nëse prisi kërkon ta mbledh zakatin, atëherë njerëzit obligohen që t'ia dorëzojnë atij. Nëse prisi e kërkon këtë, atëherë njerëzit obligohen që t'ia dorëzojnë atij. E nëse ata nuk pranojnë që t'ia dorëzojnë atij zakatin, atëherë prisi ka të drejtë që t'i luftoj ata sikurse luftuan sahabët kundër atyre që nuk e dhanë zakatin. Pastaj Imam Ahmedi, Allahu mëshiroft, thot, namazi i xumas pas prisit apo pas mëkemsit të tij është i lejuar, thot. Domethënë namazi i xumas pas prisit apo pas atij që e ka caktuar prisi, si imami i xhamisë apo dikush tjetër domethënë që e ka caktuar prisi në atë detyrë. Ose ndonjë prej princave thot apo gjykatësve, imamllarët e xhamive që janë caktuar domethënë nga ana e prisit, lejohet domethënë që të falesh mbas tij. Pastaj thot Imam Ahmedi, është i lejuar dhe është i plot 2 rekate thot. Pra namazi i xumas pas këtyre personave është i lejuar thot dhe konsiderohet i plot 2 rekate, është namazi i plot, nuk është i mangët. Domethënë thot Sheikh Rabia, ka që është namazi i xumas, 2 rekate. Pastaj thot Imam Ahmedi, Allahu mëshiroft, kush e përsërit atë, ai është bidaçi. Për kush e fal me prisin ose e fal domethënë me ndonjë prej këtyre personave që është i autorizuar nga prisi dhe është kompetent për këtë, edhe pastaj mbasi që e ka falur me ta shkon edhe përsërit në shtëpi namazin, atëherë edhe i fal 4. A kupton? Ose vetëm me përsërit, atëherë thot ai është bidaçi. Ai njeri është bidaçi, pra, se beson se namazin me prisin domethënë, ose ato 2 rekate që i ka falë aty nuk i ka të plota apo nuk i ka të rregullta apo nuk i quhen. Disa njerëz e përsërisin namazin e xumas, domethënë me arsye sipas këndvështrimit të tyre. Ata thonë domethënë që ne nuk e përsërisim kot, por se kemi arsye që na detyron apo na shtyn që ta përsërisim namazin. Ose për shkak se nuk e ka arritur numrin 40, ose për shkak se mendon që namazi i imamit nuk është i saktë. Mendon domethënë që namazi i imamit nuk është i saktë. Dhe ky njeri është më i keq se i pari. Ky thot është bidaçi. Dhe edhe nëse imami që fal xuman është bidaçi, ti falu pas tij dhe mos e përsërit namazin. Edhe nëse imami është i padrejt, ti falu me të dhe mos e përsërit namazin, sepse nëse ti e përsërit namazin, atëherë namazin e xumas bëhet fjalë, atëherë ti je bidaçi thot. Pastaj thot Imam Ahmedi, Allahu mëshiroft, suneti thot është që të falesh
të falësh me ta 2 rekate dhe të besosh se ato janë të plota, mos të kesh dyshim në zemrën tënde për këtë gjë, domethënë që janë të plota apo nuk janë të plota. Pastaj thot Imam Ahmedi, Allah më shiroft, kush rebelohet kundër ndonjë prisi nga prisit e muslimanëve, rreth të cilit janë bashkuar njerëzit dhe kanë pranuar udhëheqjen e tij, sido që të ketë ardhur në pushtet ky pris, qoftë me pëlqim apo me forcë, atëherë ky rebel i ka përqarë muslimanët dhe ka kundërshtuar hadithet e dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam, dhe nëse ky rebel vdes, atëherë do të vdes me vdekje të xahilietit, pra do të vdesi pa pris. Se në kohën e xahilietit njerëzit nuk kishin pris, kishin anarki, nuk kishin prisa. Thot Sheikh Rabia, Allahu e ruajt, sikurse ka ardhur në hadithin që transmeton Ibn Umari radiallahu anhuma, po thot, ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kush vdes pa i dhënë prisit besën se do t'i bindet atij, ai do të vdes si në kohën e xahilietit. Pra nuk lejohet rebelimi kundër prisit. Ibn Umari radiallahu anhuma e tha këtë në kohën e khilafetit të Jezidit. Ju e dini si e kishte gjendjen Jezidi, megjithatë Ibn Umari e konsideronte rebelimin ndaj tij si thyrje apo shkelje të besës. Dhe kush rebelohet kundër tij dhe vdes në atë gjendje, ai do të vdes si në kohën e ignorancës. Pastaj thot Imam Ahmedi, Allah më shiroft, askujt prej njerëzve nuk i lejohet që të luftoj prisin, e as të rebelohet kundër tij. E kush e bën këtë, atëherë ai është bidaçi, ka devijuar nga suneti dhe nga rruga e drejtë. Thot shehu, sepse rebelimi ndaj prisit kundërshton tekstet e qarta dhe të sakta që kanë ardhur nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, si dhe kundërshton një bazë të madhe nga bazat e pasuesve të sunetit dhe xhamatit, edhe nëse prisi është qafir, mos u rebelo kundër tij, përveç se thot, nëse është mundësia dhe dobia të jetë më e madhe. Pra dobia të jetë më e madhe se dëmi. Si dhe mos të jetë dëmi, thot, më i madh se sa dobia. Nëse mund të shpëtohet prej tij, thot, atëherë mirë. Përndryshe origjina është se duhet duruar. Origjina thot është se duhet që të duroj njeriu. Ama kur ai është musliman, përderisa ai është brenda rrethit të Islamit, përderisa ai falet, atëherë nuk lejohet rebelimi kundër tij derisa të shohim kufër të qartë. Pra, me këto fjalë, domethënë, duket qartë në bazë të këtyre fjalëve që thot Imam Ahmedi edhe shpjegimit të Sheikh Rabis, Allahu e ruaj, se ata që kapin foto apo bazohen në ndonjë foto duke nxjerr mbretin apo dikë tjetër prej prisave të muslimanëve me gotë në dorë pa e ditur është alkool apo s'është alkool e të tjera me radhë, domethënë, janë prej dyshimeve apo prej menhexhit të xhawarijve. Që duan domethënë të bëjnë kryengritje ndaj prisve, qoftë me fjalë ose qoftë me vepra, ndërkohë që ajo nuk lejohet, domethënë, që të bësh kryengritje ndaj prisit musliman, përderisa nuk e parë domethënë tek ai kufër të qartë. Pastaj te Imam Ahmedi thot, luftimi i grabitësve dhe xhawarijve, pra i banditëve apo grabitësve dhe xhawarijve, thot, është i lejuar nëse e sulmojnë dikë në veten apo në pasurinë e tij. Atëherë atij lejohet që t'i luftoj ata për të mbrojtur veten dhe pasurinë e tij. Ai përpiqet t'i largojë ata me çfarë të mundet. Pra duke filluar nga me e lehta e duke e rënduar, pasi derisa ta largojë domethënë atë agresorin. Mirë po atij nuk i lejohet që t'i ndjek ata. Nuk i lejohet domethënë që t'i ndjek. Shkoj, nëse ata hikin, ti si lejohet që t'i ndjek ata nga pas. Shkoj pas tyre domethënë kontrolloj se ku janë, kështu ti gjej, domethënë ti mysi apo ti vrasi kështu me radhë. Pra nuk e lejohet që t'i ndjek ata, pasi që ata kanë ikur dhe e kanë lënë atë. E as ti gjurmoj ata. Kjo nuk e lejohet askujt përveç prisit apo prisve të muslimanëve. Atij i lejohet ta mbrojë veten e tij në momentin e përplasjes. Në momentin e përplasjes me agresorin.
Pra në atë vend aty, mos pasi që ai ka hikur prej aty, mos shkoj mbas tij, domethënë ta kërkoj atë se ku është edhe të përpiqet pastaj ta rrafi apo ta vrasi apo i bëj diçka tjetër. Hak merret. Kjo nuk i lejohet askujt, thot, përveç prisit apo prisve të muslimanëve. Atin i lejohet ta mbroj veten e tij në momentin e përplasjes duke u kujdesur dhe duke pasur për një jetë që mos të vras askën. Pra e mbron veten, por nuk ka një jetë që ta vrasë atë. E mbron veten jo me një jetën që të vrasë atë, por me një jetën që ta largojë atë. Po kuptoni? Pra ai në jetën e ka që ta largojë agresorin, nuk ka një jetën që të vrasi agresorin. Por se vetëm përpiqet të mbrojë veten e tij duke larguar atë. Qoftë me fjalë ose qoftë, domethënë me duke përdorur domethënë edhe forcën. Përpiqet ta largojë atë. Por nëse gjatë përpjekjes së të sulmuarit, pra këtij viktimës, dhe luftimit për vetëmbrojtje agresori vdes në duart e tij, atëherë Allahu e ka larguar sherrin e tij, sherrin e këtij agresori. Pra, ka marrë fund sherri i tij. Nëse i sulmuari thot vritet në këtë gjendje, nëse ai që agresori e ka sulmuar vritet thot në këtë gjendje, duke mbrojtur veten dhe pasurinë e tij, unë shpresoj për të shahid lahun thot. Shpresoj thot Imam Ahmedi që ai domethënë të jetë shahid, se ka vdekur domethënë duke mbrojtur veten dhe pasurinë e nderin e tij. Sikurse ka ardhur në hadithe dhe në të gjitha etheret që kanë ardhur për këtë, të cilat tregojnë se ai është urdhëruar për luftimin e jo vrasjen e tij. Është lejuar, pra i është dhënë leje që ai ta luftojë atë me qëllimin që të mbrojë veten e tij dhe ta largojë agresorin. Nuk është lejuar që ta vrasë atë, ta vrasë agresorin. Përveç rastit ekstrem, domethënë nëse agresori është i armatosur dhe nuk mundet që ta largojë rrezikun e tij ndryshe. Ky domethënë i sulmuari apo viktima domethënë, s'mund ta largojë rrezikun e tij me fjalë, se nëse kërcënon me fjalë, ai më njëherë vret, a kupton? Ose nëse ai e shtyn me dorë, ai më njëherë vret. Aty ky s'ka ç'a të bëj tjetër. Është i detyruar të reagojë domethënë me mundësinë më ekstreme domethënë që ka për ta larguar atë. Thot as për ndjekjen e tij, pra ai nuk është i urdhëruar as për vrasjen e tij, as për ndjekjen e tij. As ta vras atë nëse ai bie pa ndjenja. Pra nëse ky përpiqet gjatë asaj për ta larguar, gjatë përpjekjes për ta larguar atë e godet domethënë edhe ai bie pa ndjenja, agresori. Atëherë ose bie domethënë i bie të fikt aty apo plagoset edhe bie aty, atëherë ky nuk ka të drejtë që ta vrasë atë. Domethënë tani të zura unë edhe po të jap fund, po të vrasi, e kupton? Nuk ka të drejtë që ta vrasë atë. Apo edhe nëse e zë rrobë thot, këtij nuk i lejohet që ta vrasë atë. As ta ekzekutoj masën ndëshkimore mbi të. As të ekzekutoj masën sheriatike, masën ndëshkimore mbi të thot. Por se e denoncon atë tek ai të cilit Allahu i ka dhënë pushtetin, pastaj ai e gjykon atë. Thot shehu, Allahu e ruajt, këto detaje për luftimin e xhawarijve, grabitësve dhe banditëve janë marrë nga hadithet e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Një burr e pyeti të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam duke thënë: "Si mendon nëse dikush kërkon të më marr pasurinë? Çfarë të bëj unë, domethënë, nëse dikush kërkon, vjen edhe do të më marrë pasurinë, çfarë të bëj?" E kupton? Ai sallallahu alaihi wasallam tha: "Mos ja jep pasurinë." Burri tha: "Po nëse ai më lufton mua?" Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Luftoje edhe ti atë, luftoje, mbrohu." Burri tha: "Po nëse ai më vret?" Ai sallallahu alaihi wasallam tha: "Atëherë ti je shahid." Nëse ai të vret, domethënë, në këtë gjendje, atëherë ti je shahid. Burri tha: "Po nëse unë e vras atë?" Ai sallallahu alaihi wasallam tha: "Ai do të jetë në zjarr." Nëse ti e vret atë, ai do të jetë në zjarr. Edhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin tjetër: "Kush vritet duke mbrojtur veten e tij, ai është shahid. Kush vritet duke mbrojtur pasurinë e tij, ai është shahid. Dhe kush vritet duke mbrojtur fenë e tij, ai është shahid."
Prandaj, nëse dikush sulmohet në pasurinë, nderin dhe veten e tij, atëherë atij i lejohet që të mbrohet duke e larguar sulmin në mënyrën më të mirë. Pra duke larguar sulmin në mënyrën më të mirë, mos të shkojë domethënë tek zgjidhja ekstreme, por se e largon atë në mënyrën më të lehtë, duke ardhur dhe duke e rënduar, e kupton? Para fillon nga më e lehta, pastaj sa vjen edhe e rëndon në mënyrë që ta largojë atë. Nuk duhet të ketë për qëllim vrasjen, e largon sulmin në mënyrën më të mirë të mundshme. Nëse puna kërkon që ai të mbrohet duke e vrarë agresorin, atëherë ai në këtë rast nuk merr gjuna. Nëse puna kërkon atëherë në këtë rast ai nuk merr gjuna. Nëse e vret atë, e nëse agresori e vret këtë, atëherë ky është shahid. Sepse ky sipas hadithit që ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kush vritet duke mbrojtur veten e tij është shahid e kështu me radhë. Pra mbrojtja e pasurisë, nderit dhe vetvetes në raste të tilla është lejuar me shariat për të sulmuarin që ta mbrojë veten, pasurinë dhe nderin e tij. Madje disa dietarë konsiderojnë obligim mbrojtjen e nderit. Pra jo vetëm të lejuar, por është obligim. E ka obligim njeriu mbrojtjen e nderit të gruas së tij, motrës së tij thotë dhe atyre me të cilat ai e ka të ndaluar të martohet. Pra e ka obligim mbrojtjen e nderit të tyre. Madje disa dietar pra si thash e konsiderojnë obligim këtë gjë. Ai e ka detyrë që t'i mbrojë ato. Që ai është mahrem për to, domethënë sikur se e ka gruan e vet ose nën, kupton, ose e ka domethënë atë motrën ose diçka tjetër domethënë, ose hallën ose tezën, e kupton, ai ka detyrë domethënë që ta mbrojnë nderin e tyre, mos lëri dikën domethënë që ta shkelin nderin e tyre. Nëse ai e largon sulmin me mënyrën më të lehtë, atëherë elhamdulillah. E nëse çështja përfundon me vrasjen e agresorit, atëherë ky nuk merr gjuna, ndërsa i vrari do të jetë në zjarr thotë. I vrari do të jetë në zjarr. Ndërsa nëse vritet i sulmuari, atëherë ai është shahid inshallah, domethënë ai synon fytyrën e Allahut me këtë që bën domethënë me mbrojtjen e tyre, ai synon fytyrën e Allahut azza wa jall. Pra është i sinqertë kjo, për shkak se e ka obligim fetar këtë gjë. Domethënë që të mbrojnë nderin e tyre. Jo duke bën me rria apo me diçka tjetër, domethënë që t'ja prishi këtë ibadet. Por se synon fytyrën e Allahut subhanahu wa taala me këtë vepër të tij. I përmbahet shariatit të Allahut xhalla xhelaluhu thotë. Nuk e bën këtë vetëm se për të mbrojtur veten, sepse pra nuk e bën këtë vetëm duke u nisur në aspekti për të mbrojtur veten, por se e bën këtë për të fituar fytyrën e Allahut subhanahu wa taala, se ka obligim që ta bëj këtë gjë thotë. Sepse veprat vlerësohen sipas niyetit. Allahu ma lejoi mua thotë, madje më obligoi mua mbrojtjen e vetes dhe pasurisë sime, ose ma lejoi mua thotë këtë gjë. Pra Imam Ahmedi këtë mesele ka bazuar te këto hadithe dhe ai ka për qëllim se i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam e ka lejuar luftimin e agresorit, por jo vrasjen e tij. Është ligjësuar luftimi i agresorit dhe nuk është ligjësuar vrasja e tij. Pra ti mos ke qëllim që ta vrasësh atë, por se ke qëllim që vetëm ta largosh atë. Nëse ai largohet, atëherë falënderimi i takon Allahut. E nëse nuk ka rrugë tjetër për ta larguar atë veç se duke e vrarë, atëherë gjykimi është siç ka thënë i dërguari fisnik alayhi salatu wassalam, se agresori nëse vritet shkon në zjarr, ndërsa i dëmtuari nëse vritet është shahid. Pra është dëshmor në rrugë të Allahut subhanahu wa taala. Nëse ti e zë rob apo e plagos, atëherë mos e vrit atë. Ti nuk ke të drejtë që ta vrasësh atë. Nëse ai ja mbath ikën, ikën nga vendi i përplasjes apo i konfliktit, ti nuk ke të drejtë që ta ndjeksh atë, të shkosh ta kërkosh, ta kapësh, ta hulumtosh dhe pastaj domethënë ta rrafësh apo ta vrasësh. Sepse nëse merr fund sherrri i tij, atëherë kjo është ajo që kërkohet. Pra ai iku. S'ka më sherr për ty. Nuk je më në rrezik ti se mos të vretë kështu. Apo nëse bie pa ndjenja dhe mbetet i plagosur,
ose ja mbasën e arratiset, atëherë mos e ndiq atë. Nëse plagoset, mos e vrit atë. Ty nuk lejohet kjo gjë, sepse kjo është kalimi i kufive në armiqësi. Nga se ti e urdhëruar që ta luftosh agresorin e jo ta vrasësh atë, thot. Edhe nëse ti e ze rob atë, atëherë ty nuk të lejohet që ta vrasësh atë, apo që të ekzekutosh mbi të masën ndëshkimore, thot. Por se ti e çon çështjen e tij, pra çështjen e atij që e zure rob, pra e çon te prisi, e denoncon atë tek prisi i muslimanëve, thot. Dhe ndihmësit e tij, e ata ekzekutojnë pastaj gjykimin e Allahut ndaj tij. Ose si ta shohin ata, domethënë, si ta gjykojnë ata, si ta vlerësojnë ata situatën, thot. Nëse ata kundërshtojnë, atëherë përgjegjësia u mbetet atyre. Nëse ata, domethënë, bën korrupsion apo kështu, domethënë, e anashkalojnë dhe shmangin masën ndëshkimore që duhet marrë ai, atëherë përgjegjësia u mbetet atyre. Ti nuk ke faj, domethënë, ti e ke bër atë tëndën, e ke çuar punën, domethënë çështjen atje ku je urdhëruar, edhe kaq është detyra jote. Tani pjesa tjetër ju mbetet atyre. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.